E pabesyeshme Grida Duma reagon për tragjedie e sotme që ka tronditur thellë opinionin publik, ka sjell një reagim të fortë nga Grida Duma. Ajo ka dënuar ashpër mënyrën çnjerëzore me të cilën është trajtuar trupi një të riu që humbi jetën në rrethana tragjike. Sipas Duma, ky nuk është thjesht një rast i izoluar, por një dëshmi alarmante e mungesës së ndjeshmërisë dhe respektit për jetën dhe vdekjen në institucionet publike. Ajo e cilëson këtë ngjarje si një pasqyrim të errët të realitetit moral në vendin ton. Në qendër të kritikave të saj ndodhet drejtuesi i morgut, Bledar Xhemali. Sipas saj, trupi i pa jetë është trajtuar thjesht si një numër pa emër. Nuk është treguar asnjë kujdes, nuk është marrë asnjë mas për ruajtjen e dinjitetit njerëzor. Morgu, që duhet të jetë një vend respekti dhe përkujdesje, është kthyer në një kasole pa etik ku trupi i njeriut lihet në mëshirë të mykut, qelbsirës dhe haresës. Duma thot se kjo nuk është vetëm një neglizhencë administrative, por një fyerje e rëndë ndaj çdo qytetari të këtij vendi. Grida Duma e ka cilësuar këtë rast si një dëshmi të shpërbërjes së sistemit institucional dhe moral. Ajo thekson se nuk mund të ketë drejtësi në një vend ku dinjiteti i të vdekurve trajtohet me kaq pak konsiderat për të. Kjo është një goditje ndaj ndërgjegjes son kolektive dhe një tregues alarmues se sa larg është zvendosur administrata nga misioni themelor i saj, mbrojtja e njeriut dhe e vlerave humane. Ajo ngre shqetësimin për humbjen e sensit të përgjegjësisë në shërbimin publik. Në përfundim të deklaratës së saj, Duma ka kërkuar largimin e menjëhershëm të Bledar Xhemalit nga detyra, si dhe nisjen e një hetimi të theluar mbi kushtet dhe standardet në institucionet mortore të vendit. Ajo bën thirrje për reflektim dhe veprim të shpejtë, duke e cilësuar këtë çështje jo vetëm si një përgjegjësi profesionale, por si një test moral për të gjithë shoqërinë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.